Unë jam Xhelal Jashari, kryetari i sindikatës të korporatës energjetike të Kosovës. Ne, sipas informacioneve të organeve të rendit dhe kolegëve që kanë qenë me të ndjerin, mund të konfirmojmë se i ndjeri ka pas një incident në vendin e punës ku edhe ka ndruar jetë. Domethënë pas arritjes policisë dhe organeve të mjekësisë, ata e kanë vërtetuar se i ndjeri ka vdekur në vendin e punës. Po, kolega jonë ka qenë punëtor i sigurisë fizike, këtu në pranë termocentralit Kosova B. Ne si sindikat i shprehim ngushëllime familjes të ndjerit, gjithë kolegëve dhe gjithë atyre që e kanë njohur të ndjerin. Ne lutemi që këto incidente të mos ndodhin, mirë po ja që ka ndodhur ne jemi të shqetësuar, sinqerisht ju them, sepse kemi humbur një kolegë, kemi humbur një bashkëpunëtor tonin dhe edhe një herë sinqerisht familjes i shprehim ngushëllimet sinqerta nga sindikata dhe nga gjithë kolektivi ku kemi punuar me të ndjerin. Për të tjerat, besoj që organet e rendit, policia dhe institucionet tjera do të dhanë versionin më të saktë, për shkak se unë vi nga divizioni i prodhimit çimyrit dhe kam arritur pak me vonesë këtu. Po këto që mund t'i konfirmojmë është se i ndjeri quhet Migjen Sadiku nga fshati Sibovc, kështu që edhe një herë ne i shprehim familjes ngushëllime, diçka nuk mund të themi më shumë për momentin. A eventuala ashtu incidente të shkojnë natyrës, sepse nuk jeni në vendin e punës, por nuk shkojnë natyrës, nuk është shkojnë asë vitit të fundit. Po ne nuk dim saktësisht se si ka ndodhur rasti. Mirë po, shpresojmë që të jetë e fundit kjo.